dhe dy musliman apo dy muslimane, ani se këtu përmendet burr, po është fjala njeri. Dy musliman apo dy muslimane, shumë musliman apo shumë muslimane, që duhen me zvete për hir të Allah. Dashuri pa interes për hir të Allah. Sa ato që e kanë me interes, shpejt dhe bëhen armiq. Al-akhilau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Allahu dhul jalal thotë, doslarët, të vllazëruarit, të dashuruarit, do të bëhen armiq të njëri tjetrit, përveç atyre që e kanë pas për hir të Allah, që janë dash pa interes për Allah. Rajulani tahaba fillah. Takohen me dashuri për hir të Allahut dhe kur ndahen me dashuri për hir të Allahut dhe me shpresë që përsëri të takohen. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nga të mirat e dunjos, po largohen të mirat e dunjos me plot kuptimin e fjalës, nuk është fjala ushqime, luksuze, komoditete. Të mirat që ato të mirat që bëhen në dunjë ty ta mundsojnë të jesh mirë edhe në ahiret. E nga ata thot është edhe kur një musliman e ka një vëlla, një dashamir, kur del prej shtëpie i gajlosur, i mërzitur, me të takuar një vëlla që e don, e harron atë gajlën, e harron atë sikletin, se e ka pa një vëlla që ja kënaq shpirtin vetëm kur e takon, ja kënaq shpirtin kur e përshëndet. Pra, dy persona, dy musliman apo dy muslimane që duhen për hir të Allahut.